Ndoshta një prej vendeve më të afërta ku qytetarët e Prishtinës munden me ardhur për me i kolonave ajrit ndotër kryeqytetit është pikërisht fshati Butovc, në të cilin kënaqen syt me këtë gjelbrim e mushkrit mbushen me oksigjen. Por gjatë rrugës në këtë fshat, syrin ta vrasin mbeturinat e deponit ilegale. Fillimisht shikoni pak pamjet. Por është në dieni komuna e Prishtinës për këtë mbeturina e deponi ilegale, që shka la thanë në një përgjigje me shkrim drejtori Bekim Brestovci.